faleminderit dhe tani do të vijojmë. Dhe tani do të vijojmë me një video mesazh nga zonja Maria, të cilin do të përkthej Ela Deda. Buongiorno a tutti. Përshëndetje të gjithëve. Sono contenta di poter Jam shumë e lumtur për të ndërhyrë giornata contro la violenza per në këtë ditë kundër dhunës së grave. E saluto tutti. Përshëndes të gjithë. Però non riesco ad essere presente di persona, quindi ho Por nuk inviato mund të isha prezente në këtë ditë. questo piccolo video. Përgatita këtë video të vogël. Ringrazio molto l'associazione Nejat. E falenderoj shumë shoqatën Nejat, Che in italiano si dice salvezza. shoqata e shpëtimit, sikur thuhet edhe në italisht. E trasmetto un breve discorso che verrà Do të transmetoj një diskutim të shkurtër tradotto e letto dalla traduttrice. Buon që do të lavoro përkthehet e nga auguri a tutti. prezantuesja. Përshëndetje dhe urime të mira. Tashmë unë do të lexoj dhe deklaratën e zonjës Maria Morigji, e cila nuk është hera e parë që është prezente në konferencat tona, është një personalitet mjaft i shquar në Itali. Dhe për ne është nder që ajo ka përgatitur pikërisht këtë material dhe ka dërguar një shkrim, të cilën unë do ta lexoj. Ju lutem vetëm vëmendje. Me rastin e 25 nëntorit, ditës ndërkombëtare për eliminimin e dhunës ndaj grave, u shpreh përshëndetjet e mia më të sinqerta Këshillit të shoqatës Nejat Albania. Me ku lindi në Iran, në vitet 60 si një grup radikal studentor dhe më pas u shndërrua në një sekt gueril dogmatik. Antarët e tij adhurojnë në mënyrë fanatike Masud Rajavin, i cili dyshohet të ketë vdekur në vitin 2003 dhe bashorten e tij Mariam. Ata luftuan krahas Saddam Husseinit kundër Iranit. Pas vitit 2003, pretenduan në mënyrë të rreme se kishin hequr dorë nga dhuna për të shndruar në mbrojtës të drejtave të njeriut, në mërgim dhe për të jetuar me donacione të vogla. Megjithatë, Meku praktikon standarde të dyfishta ekstreme, një jetë sakrifice për antarët e zakonshëm, ndërsa luks i pakufizuar për presidenten e veçpallur Mariam Rajavi. Kjo hipokrizi e shëmtuar dhe këto standarde të dyfishta shfaqen edhe në trajtimin e grave brenda kampit Ashraf 3, ku anëtarët përfshin gratë, i nënshtrohen një militarizimi të rrept, me orare të pandryshueshme, shpesh të privuar nga gjumi dhe të sëmur. Që nga koha kur Meku ishte në Irak, antarët ishin të detyruar të bënin betim të celibatit të përjetshëm. Kush ishte i martuar duhej të divorcohej, ose të betohej se nuk do të martohej dhe nuk do të kishte fëmijë. Çiftet u detyruan të ndaheshin me forcë. Përveç ndarjes së çifteve, edhe fëmijët e tyre u larguan nga prindërit dhe u transferuan në vende të ndryshme të Evropës. Shumë nëna nuk morën më asnjë informacion për fëmijët e tyre. Disidentët përfundonin në kampet Al Ramadi dhe Abu Ghraib, por intervistat me ish antarë zbulojnë se shumë prej tyre u zhdukën, u torturuan dhe se shumë gra u detyruan, me nxitjen e vet Mariam Rajavit, të kryenin marrëdhënie seksuale me Masud Rajavin. Një numër i grave ju nënshtruan sterilizimit të detyruar për të siguruar bindjen e tyre të plotë. E ashtu quajtura revolucioni ideologjik i Rajavive parashikonte gjithashtu për gratë seanca rrëfimi dhe autokritik përpara gjithë organizatës, ku ato regjistroheshin me video teksa detyroheshin të pranonin se kishin shkelur rregullat e grupit.
Një formë dhune e pa precedent që i privoi gratë nga çdo autonomi dhe liri, si dhe nga dashuria e familjes natyrore dhe kujdesi ndaj fëmijëve. Dëshmi. Elizabeth Rubin nga New York Times, gjatë vizitës në kampin Ashraf në vitin 2003, jep një përshkrim të qartë të karakterit sektar të organizatës. Rubin tregon se pa një botë artificiale punëtore shoqe, rreth gjysma e antarëve të mujahedinëve janë gra, dhe të gjitha të veshura me uniform gjurvjoc dhe shami të kuqe, stërviteshin me armë, drejtonin makina pick-up dhe mjete ushtarake. Organizata që përshkruan në Rubin mbante të gjitha tiparet e një sekti të përshëndruar në rolin e grave. Vajzave të vogla u mësoheshin se si t'i bashkojë sektit është një udhëtim drejt vetëfuqizimit dhe ndriçimit të martirizimit të frymëzuar nga drita dhe urtësia e Mariam Rajavit. Gazeta satirike franceze Le Cardinal Enkajne ka publikuar se Mariam Rajavi është një grup rojesh personale ku kishin marrë me qira një resort spa të tërë në Vigit Francës, duke shpenzuar gati 29.000 euro në para për masazhe, terapi me bark dhe hidroteknik. Vitin e mëparshëm rrethi Rajavit kishte shpenzuar mbi 130.000 euro në total për udhëtime. Kjo ishte dhe deklarata e zonjës Maria, të cilën ne falenderojmë, që për herë të dytë është bërë pjesë e konferencës tonë me një dëshmi shumë të rëndësishme. Shumë faleminderit.